Duke lëvizur sa ndej sa këtej në për segmentet e jetës tuaj, ne me gjitha të në vazhdim kemi rezervuar diçka të veçantë për ju. Le ta ndjekim bashkë në ekran, profesor. Përshëndetje babi, përshëndetje zoti Naim. Falenderona shumë që më dha mundësia mi thënë disa fjalë babait tim të dashur. Të falenderojmë shumë për edukimin, shkollimin, mbështetjen tënde. Një gjë deshtam ta thonë këtë surprizë, që nuk ta kom thënë ende, të kërkoj falje ose unë vetës kur nuk do t'ja fali që atëherë kur dole nga burgu nuk njoha dhe t'i thash fjallet ti nuk je baba i jem. Atë ftyrën tënde kur nuk do t'a harroj. Shumë i dashur bab, tashma si jam edhe vetë prind, e kuptoj çdo veprim, çdo qërtim dhe çdo ngrohje që e ke bërë ndaj meje. Të falenderona shumë, unë edhe leka i vogël. Të përshëndet shumë. E tash unë dua të flas veç një fjali. Kjo është vajza ime mbas 3 djemve, dhe kjo vajzë është më e re se djali më i vogël, më i riu imi, 6 vjet. Atë botë, mas 81-shit, ka qenë një grup i këtyre njerëzve tanë që kanë forë Shqipës, s'kanë qenë me shpirt Shqip, dhe dolen me shprehjen dhe me teorinë se nanat tona dhe gratë tona janë lavatriqe, zinë gjatë tjetër të provojnë vetëm fëmijë. Dhe i them asaj, në ovranë edhe sa student, dhe i them asaj shoqes time atë kohë, them, edhe një fëmijë na duhet. Dhe deshti Zoti, e ata që unë nuk i deshta, më dhanë mundësinë që kam edhe një vajnë së familjen time. Ne të fatbarë. Zotri rektor, unë i kam këtu 10 pyetje të shpejta për ju, andaj i dua 10 përgjigje mundësisht të shpejta. Gjitha duhet shpejta, të gjitha veta, haj po fillojmë. Fillojmë, profesor. Rregull. A mësohet apo studiohet në Universitetin e Prishtinës? Dua t'ju them troq, mësohet prej klasës parë dhe në klasën e 12-13, varsisht nga sa zgjatë shkolla e mesme. Në studime studiohet, midis mësimit dhe studimit ka një ndryshim të fuqishëm, por për studiuat duhet të mësohet, nxënësit të mësojnë në shkollën e mesme, pastaj kalon në shkollën e dytë dhe bëhet, si të thuash, jo rob i librit, por bëhet shok i librit 8, 10, 12 orë, për ndryshe nuk ka studim. A është e vështirë puna e të menaxhuarit të universitetit dhe të menaxhuarit të këtij studimi për cilin ju flisni? Asgjë s'është e lehtë, çdo punë është e vështirë, po puna bëhet e lehtë në qoftë se e do punën. Qoftë se e do punën, asnjë s'është e vështirë. Qoftë se ke vetë qëllim dhe nuk ngre dorë, nuk ço dorë nga qëllimi, gjithmonë do të arrish. Profesor, nuk është e vështirë, as edhe atëherë kur protestohet ndaj jush? Jo, një gjoni, unë vetë kom qenë shpirt protestusit që gjimnazin, kur isha në gjimnazin e pesin, nxënës kom pas gjithmonë probleme me njerëz që nuk kanë punua dhe s'kanë pas moral njerëzor. Prandaj, edhe kur protestohet kundër meje, po vetëm duhet dim për çka protestojmë, me zgjedh kohën për çka protestohet, ku protestohet dhe pse protestohet. Por ndryshe, protesta është çështje demokratike, vetëm me vetëm duhet me pas kujdes a ke arsye apo jo. Keni ligjeruar gjatë kimin fizike, do të thotë keni bërë edhe shumë eksperimente. A e ka ndikuar kjo punën e rektorit? Dua t'ju them sa i përket kësaj çështje së studimit dhe punës eksperimentale.
gjeneratat tona, flasë për ne kemi qenë të detyruar dhe di për faleminderit që kemi qenë detyruar. Post kishim qëndruar shumë kohë në laboratore, ata që s'kanë pas durim të qëndrojnë në laboratore kanë lanë shkencën eksakte, qoftë kimin, fizikën, ose biologjin, ose shkenca teknike, ndërsa ata që kanë pas durim, dhe është përsërit një ushtrim më shumë se një herë, dy herë, kanë arrit, por atë që pa futën shkencë dhe në kërkim, ka qenë studimi në Universitetin e Zagrebit, në studimet e post-doktorat, post-studimeve, pra post-diplomiket dhe doktorata. Unë, magistraturën e bëra atje, e bëra dhe doktoratën, po e mbrojta në Prishtinë. E mbrojta mu, një muj ditë pas e dola nga burgu të 81. Cila është pjesa më e dashur e punës suaj, e ligjeruesit apo e rektorit? Këto janë motër e vlla këto, që të dyja janë punë që të lidhin me profesionin, me ato që ti e do. Puna e ligjerusit, puna e pedagogut është puna ma e ndihshme, është letë t'jesh mjeshtër i një pune tjetër, prodhosh diçka, po t'jesh mësues i cili do nivel, është shumë vështirë, puno me njeriu, prandaj prodhosh njerëz të vështirë. Apo përmirësohet përdorimi i gjuhës shqipe në universitet pas vendimit tuaj për futjen e kësaj lënde në të gjitha fakultetet? Edhe kjo ka qenë njëna prej pikave të programit tim, arsyet pse. Tu e pas parasysh atë që unë jam veç 20 vjetë në Universitetin e Prishtinës, dhe tu e pas se studentat tanë vinë nga zonat e ndryshme të Kosovës, dhe si ti thot 2 fjali, 3 fjali, e di prej cile zonë vije. Nga kjo rjedh, se nxënësi në shkollë të mesme, më shumë i kushto kujdes, ndoshta edhe shkencave eksakte, e tjera, po jo edhe gjuhës. Edhe një detalj dua t'ju them. Gjuhën shprehur edhe të shkruar nuk mund t'ja mësojnë nxënësve gjatë shkollimit deri në maturë, vetëm mësues të gjuhëve, pedagogët të gjuhës shqipe, po të gjithë pedagogët të cilët marrin edhe fiskulturë, marrin edhe landë shumë ansore, ata duhet të kenë një nivel të shprehunit dhe një nivel të shkrumit të gjuhës shqipe, me që mësuesi për nxënësin është prindi i dytë. Pra ne këtu po shfrytëzoj këtë dhe t'ju drejtojmë gjithë mësuesve të gjuhës dhe gjithë mësuesve, gjithë alamive, përpiqen që ta kenë një standard të folurit dhe të shkrumit të gjuhës shqipe. A ka politik në universitet? Një gjoni, njeriu është si pas filozofëve të vjetër grek, zonë politikon. Kështu e di unë nga filozofia dikur në gjimnaz. Nuk ka kur që pa politik, por po ju them haptas, shumë ma shumë, ka, si të thuash, goditje nga ansoret që hitës janë në rjedha se sa nga qendra. Unë që këto 16 muaj që jam, kom pas një autonomi bajagit fuqishme, por jo të përsosur. Çfarë ju mërzit më shumë në punën tuaj? Në punën time mërzit jo sinceriteti i njerëzve dhe jo disiplina në punë. Këto dyja janë ato që mam qesin pozitë vështirë. Çfarë muzike dëgjoni më shumë? Këtu do t'jam pak ma i gjatë, po kërkoj ndjes, po kërkoj falje. Unë jam gjenerat që jam rritë në një kohë tjetër. Jemi rritë, them për gjeneratën time, me Luqie Milotin, Gjevdet Hafizin, Nexhmije Pagarushën, Bikën Dojë. Një plejade tërë. Një plejade tërë e këtyre, por unë jam rritë si fëmijë, jam rritë në Alpe Shqiptare, ku në vazhdimsi ka qenë lahuta, kanga kreshnike, pastaj edhe këto folkloriket, kështu që unë fëmijëve të mi, ju lash një që të lidhe një gitare, nuk arritja t'ju blej një piano, se qashtu u qkepa në përbot dhe kështu erdha këtu. Do t'a blejnë vetë ata. Po, edhe veshi, manje Mozartin, e Bachun, e Chopinin, e manjev, po ishin kohra tjera. Pikës pari në bazë, në rënje.